Fillimisht ta mundesh me na tregu kush është Arbër Tolaj për publikun? Po, unë jam Arbër Tolaj, me profesion jam ortoped, pra specialisti kirurgjisë ortopedike. Kam ushtruar funksione tjera, një kohë kam udhëhequr klinikën e ortopedisë dhe traumatologjisë lokomotore. Pastaj kam ushtruar disa angazhime tjera, siç janë profesor në kolegjin AB në drejtimin e infermierisë për disa vite dhe një herët kam qenë edhe deputet në legjislaturën e 7 në Kuvendin e Kosovës. Këto në pika shkurta. Atëherë, siç e thatë, ju vini nga sektori i shëndetësisë. Si e përshkruani gjendjen e këtij sektori në qeverisin e Albin Kurtit? Shëndetësia në përgjithësi në qeverisin e Kurtit ka pas ngecje dhe mund të them lirisht me përgjithësi profesionale se ka pas një krizë e cila jo që është përmirësuar, por veç është thelluar në këtë qeverisje e cila është udhëhequr për 5 vite, duke filluar nga keq menaxhimi, papërgjegjësia profesionale e personave kompetent, politikat shëndetësore jo të mirëfillta për qytetarët, po ashtu edhe për përkrahje të personelit shëndetësor, investime të cilat janë nevojshme, ato nuk janë kryer, qoftë në infrastrukturë, qoftë në përkrahje të personelit shëndetësor, dhe të gjitha këto kanë rezultuar në ngecje, sepse njëjtën kohë kemi edhe mungesë të barnave esenciale, pastaj kemi mungesë të aparaturave nëpërmes të cilave do thotë ofron shërbime moderne për qytetarët e Kosovës. Pra, zotri Tolaj, ju pretendoni edhe një mandat tjetër për deputet. Çka keni me bërë si aleancë në sektorin e shëndetësisë ose ju personalisht? Siç e ka edhe më lartë, ndër të tjerat personeli shëndetësor nuk ka pasur edhe respekt institucional, për arsye se qeveria Kurti veç ka ofruar premtime, ka mbajtur konferenca për shtyp, mirë po dështimet kanë ekzistuar. Ndërsa ne si aleancë në qeverisin e ardhshme tani pretendojmë dhe do të ofrojmë investime të shpejta, të menjëhershme për të rregulluar infrastrukturën shëndetësore në spitale, pastaj do të ofrojmë edhe digitalizimin e sistemit shëndetësor, digitalizimin e sistemit informativ për të gjithë qytetarët, ku secili do ta ketë bazën e të dhënave në historikun e tij, si dhe do të ofrojmë edhe një mirëqenie më të mirë për personelin shëndetësor, duke u referuar përveç rritjes përsëri të pagave, po ashtu edhe do të ofrojmë edhe stimulime apo domethënë përkrahje edhe financiare, shtesë, duke u referuar edhe performancës punëtorëve shëndetësor. Sa i përket pjesës së arsimit, e cila ndodhet në një krizë të thellë, themi ashtu, sipas juve kush e ka fajin? Realisht veç faji është i qartë, sepse është munduar nga qeveria Kurti që të politizohet edhe arsimi, dhe kjo dihet se në çdo shtet demokratik arsimi është themeli i shtetit. Në këtë rast nga qeveria Kurti është lënë si dytësore, pra jo primare, dhe kjo është për arsye të shumta. Fillojmë nga pagat e ulta, mos përkrahja e punëtorëve të arsimit, pastaj mungesa e kabineteve, laboratoreve, të cilat secila në formën e tyre e kish përmirësuar gjendjen dhe kish ofruar kushte më të mira edhe për punëtorët e arsimit, të cilët kishin ofruar edhe mundësinë për ndihmë më të madhe për njohuri për të gjithë nxënësit. Çka ka me bë aleanca për arsimin, për me ngrit, mos me e lënë këtë krizën? Aleanca si subjekt politik ka marrë pjesë në shtet ndërtim dhe është një subjekt institucionalist, do të ofroj kushte më të mira për të gjithë punëtorët e arsimit, duke filluar edhe me rritjen e pagave, të cilat vërtet janë shumë të ulta dhe mos të them nënçmuese. I referohemi edhe
sindikatës së arsimit, e cila është një institucion i veçantë dhe lufton për të drejtat e arsimtarëve me plot të drejtë, mirë po që fatkeqësisht qeveria Kurti ka arritur edhe ta shuajë sindikatën e arsimit, çka ne kupton se më shumë ka qenë interesuar ta politizojë arsimin se sa të ofrojë përmirësim të kushteve të punës dhe paga dinjitoze për të gjithë mësimdhënësit në nivel vendi. Që dimi investimet e huaja në Kosovë janë më të ulta se kurrë. Çka mendon që çka nuk ka funksionuar që janë kaq pak? Po, është të vërtet, fatkeqësisht kjo qeveri ka pas probleme me investitorët vendor, ka pas probleme me bizneset vendore, ka pas probleme ndoshta edhe me administratën. Nuk ka ofruar lehtësira fiskale për bizneset. Fatkeqësisht edhe bizneset po mbyllen sot. Pse? Sepse nuk ka përkrahje të shtetit, nuk ka përkrahje institucionale. Dhe rrjedhimisht edhe investimet e mëdha, sidomos ndërkombëtare, nuk kanë pasur qasje në Kosovë. Janë disa arsye, siç i përmenda, por po ashtu kjo qeveri ka trumbetuar se vendi nuk është sigurt, sepse Serbinë kemi afër kufinit, e tjera, do thotë ka krijuar një pa mbrojtje dhe destabilitet, domethënë për investime në Kosovë, kur e dim se kemi edhe shumë bashkëdhetar, të cilët janë dhe veprojnë në perëndim, dhe të gjithë kanë kapitale, kanë storit suksesi në biznesit të tyre, dhe që njëherë kanë qenë të gatshëm të vinë të investojnë në vendin tonë për të zhvilluar dhe forcuar ekonominë, dhe rrjedhimisht edhe për të gjeneruar vende të lira të punës, dhe fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur mu për shkak të këtyre që i përmenda më herët. Zotri Tola, ju shpesh e përmendni korrupsionin e heshtur. A mund t'jeni pak ma drejt për drejt çka keni dashur me thonë me këtë sens? Korrupsioni veç po ekziston, por tani në një formë tjetër, në një modifikim i cili vërtet është i heshtur, është i kamufluar dhe nuk është transparent. Kjo do të thotë e bën atë dallimin me korrupsionin në mëparshëm nëse ka ekzistuar. Prandaj do të thotë se korrupsioni veç do të thotë pa ekziston. Sa i përket largimit masiv të rinisë në Kosovë, si e komentoni? Rinia është e ardhmja e Kosovës. Ne si Aleancë jemi krah rinisë, prandaj kemi edhe motën, çdo krah gjithë qytetarëve, por sidomos krah rinisë, sepse fatkeqësisht veç në periudhën 4 vjeçare e ka lëshuar Kosovën ndikon 210.000 qytetarë. Për këtij numri, pjesa dërmuese janë rini. Pse? Sepse fatkeqësisht rinia nuk sheh ndonjë perspektivë në vendin tonë. Kjo për arsye se nuk ofrohet nga qeveria, apo nuk është ofruar nga qeveria asnjë lehtësirë, qoftë për ndonjë kredi të butë, nëse kanë pas ide për të hapur biznese, do thotë për t'i përkrahur ata, pastaj nuk ka stimulime as nëpërmes formave tjera, siç janë kredit për studenta për shkollim, të cilat jipen, do thotë pa kamata, pa ato, vetëm ndonjëherë ndonjë komunë, po fatkeqësisht e cila nuk udhëhiqet nga VV-ja, ato kanë ofruar kështu përkrahje, dhe ne mendojmë se si Aleancë do të ofronim shumë lehtësira për rinin, sepse ato janë kështu, duke filluar edhe me studime me përkrahje nga shteti, pastaj edhe sportin e kishim avancuar, pasi që ndërlidhet shumë me rini, duke ofruar infrastrukturë për të ofruar edhe sporte kulminante, si ne si shtet jemi të njohur për sporte individuale. E kisha ndërlidh me qeverinë Kurti, një prej zotimeve të para e ka pas ndërtimin e stadionit të futbollit në Drenas. 5 vite kanë shkuar dhe asnjë është diskutuar kjo temë. E mos flasim për temat të cilat kanë kosto më të ulët. Cili ka me qenë prioriteti personalisht i Arbër Tolajt në kuvend? Nëse do të jem deputet në këtë legislaturë, si gjithnjë, pasi që vetë njëherë kam qetur edhe deputet, do të ofroj me gjithë qenjen time shëndetësi të mirëfillt dhe mirëqenje për gjithë qytetarët, pastaj
veç ka udhëhequr edhe institucione, edhe në kohë krizash, kam një përvojë edhe menaxheriale. Përveç kësaj, do të ofroj profesionalizëm, korrektësi dhe përgjegjësi për të gjithë qytetarët. Dhe do të jem krah tyre. Cili është mesazhi juaj për qytetarët më 28 vjetor? E kam një ftesë që të dalin masovikisht me datën 28 dhjetor, të votojnë numrin 129, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, të përkrahin numrin 5, që jam unë si kandidat për deputet, dhe ju premtoj se unë personalisht do të jem krah pensionerit, do të jem krah bujkut, do të jem krah arsimtarit, krah rinis dhe sportit, krah punëtorëve shëndetësor dhe të gjithë ne jemi krah Ramush Haradinajt. Ndërsa, kryetari ynë, lideri, do të jetë krah i Kosovës bashkë me neve. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.